Ndërkohë që nga mediat greke së fundmi nuk kanë munguar edhe shkrimet që ndoshta kanë ngjartur edhe xhelozi për raportet, që janë të mira, që njëra prej tyre pak ditë më parë shkruante që turqit kanë bazën janë në Pashaliman, ndoshta një frikë nga një goditje nga mbrapa ose një rrethim. Vazhdojnë të jenë të tensionuar raportet mes tyre në prag edhe të takimit të Erdogan-Mitsotakis. Po, Pashalimani ka qenë në vërtet një, si më ta themi domethënë, ose të ndryshe, Atina ka parë gjithmonë si një moll sherrri kundra Atinës, pra Turqia qoftë nga lindja për qoftë nga perëndimi ka rrethuar Greqinë, por dylber do të thënë kjo që Shqipëria, Greqia dhe Turqia janë në NATO, ne kemi hyrë shumë vonë, por këta janë që në vetëm Turqia është ushtria e dytë në NATO, kështu që mund të ketë frikë Greqia për Turqinë, duhet të thënë kjo që këto me sa shoh unë domethënë duhet për politika të mrenshme, për konsum të mrenshëm, për shfetet dhe gjërat siç dihet në Ballkan, domethënë se sa villet në për tunele, në për rrugë, në për aeroport, në për gjëra, në për tendra gjëra, kanë për të minjanuar vëmendjen e opinionit. Pra duhet pak populizëm për të larguar vëmendjen nga korrupsioni. Po, duhet patjetër se çfarë do t'i thojnë grekëve, domethënë për të gjithë ata miliarda euro që akuzohet qeveria e Atinës. Si do t'i thojnë, domethënë, kemi armikun turkun, kemi armikun këtë, po na luftojnë te, po na luftojnë atë, dhe kjo ka qenë edhe në fakt edhe ajo lodra më e bukur gjatë gjithë historisë për të si mund të thënë, për të marrë në kontroll masat e tyre, për të konsoliduar votuesin e tyre, për të mbrojtur edhe kotuqet e tyre në qeveri. Po kjo nuk është thjesht vetëm për Atinën, por e njëjta gjë është edhe për Tiranën, e njëjta gjë është edhe për Turqinë. Pavarësisht se të paktën ne shqiptarët ka disa vite që të paktën nuk themi që po na lufton ky, që ku futme në NATO, kemi shpëtuar nga kjo, por nëse shkojmë për shembull në Kosovë, njëjta gjë është edhe në Kosovë, qoftë në Kurthin, qoftë edhe para Kurthit, qoftë edhe gjitha, po na luftojnë, se është një gjë mirë. Edhe në Turqi nëse e shoh njëjtë gjë, po gjithë bota po lufton me Turqinë, po lufton Izraeli, po lufton ata të tjerë, por në fakt do të thonë që jemi në NATO, dhe pa u shpërbërë NATO-ja, kështu që nuk do të kemi incidente mes Shqipërisë, Greqisë, Turqisë, dhe nuk është Pashalimani një mollë sherrë që mund të dëmtojë Greqinë nga perëndimi apo Turqia nga lindja, dhe këto janë më shumë për konsum të mrenshëm, pavarësisht se çdo shtetë shef interesat e veta, por kjo është kurse në marrëdhëniet para takimit që do të kemi me presidenti turk me kryeministrin grek, është edhe kjo që këtë fillim të jave, pas fiks gati 10 viteve, dylber Ministria e Punëve të Mrenshme greke, pra edhe Ministria e Punëve të Jashtme, tashmë ka filluar që të dorëzojë dhe të mos aprovojë më lejet e qëndrimit apo shqetësit për organizatën terroriste të Fethullah Güleni që në Turqi quhet FETÖ, dhe kjo është edhe një sinjal krejt ndryshe, edhe pse në media zet shumë pak vend tashmë. Këtë vit mbi 46 vet nuk ka aprovuar lejet e qëndrimit Atina për herë të parë, pra që në 2016 dhe kjo tregon Atina plotson një kusht të Erdoganit. Po, plotson një kusht të Erdoganit përmas 9 viteve gjys, dhe kjo është domethënë se pra edhe Erdoganit duhet një ngatrim virtual, domethënë me Greqinë, që Greqia po ban këtë, po ban atë, por nëse e shohim nga ana e forcës së shtetit, nga ana rajonale dhe gjeostrategjike, Greqia nuk është një shtet që mund të hahet, domethënë me Turqinë, edhe thjesht për konsum të mrenshëm. Kurse Turqia është e madhe, pavarësisht se kanë probleme të shumta, kanë Kiprën, kanë detin Egje, e të tjera, por se nuk janë që do të na shkojnë Mateksi i fundit për hapësirën detare, për më fal. Po, edhe lëshimin e Vateksit, hapësirës detare për servitje ushtarake nga Turqia i nxiti edhe më shumë tensionet pra këtë takimit, por dua të mbes pak edhe tek ajo pjesa që Greqia nuk lëshoi lejet për antarët e FETÖ-s, po në këmbim të kësaj çfarë dha Turqia, sepse është një marrëdhënie. Po është një marrëdhënie, në fakt Greqia, Turqia, po kupton, marrëdhënie që bën me shtetet e treta, pra me palën e tretë, si për shembull bëri Greqia me Kiprën jugore dhe me Izraelin aty. Këto normalisht janë në informacionin dhe janë në ndjenin dhe në korrigimin e NATO-s. Pra kështu që
edhe pse bëhet një bujë e madhe në ato, domethënë në të gjitha të tre shtetet, sa mund të jenë të forta kundër Turqisë, ku Turqia tashmë zyrtarisht të paktën ashtu dihet që është forca e dytë e ushtrisë në NATO, por qoftë nga të gjitha aspektet, nga burimet njerëzore, po ashtu edhe nga armatimet, ku sidomos të 5-6 vitet e fundit apo dekadat e fundit Turqia dihet që prodhentaria e armëve sofistiki, qoftë të anijeve, të avioneve, të helikoptereve, të droneve me armë, pa armë, e të tjera. Që është e fundit që ka prodhuar, që ka lëshuar në treg? Bisha e fundit? Pa arritja teknologjike? Po, Turqia vazhdimisht është shkret, normalisht edhe pse bëhet një reklame madhe, dihet që prodhimi i armëve e cëria në këtë shkencë nuk përëndësohen të gjitha për popullin, por me sa tashmë që jemi të sigurt edhe shumë avion ka arritur t'ia shesi edhe Francës, pra një antar kryesor dhe një shteti e cila prodhon armë për dekadash në radhë, dhe prej shumë Rafalët e fuqishëm vet.